Mirvete Kabashi Leku, Nevrus Mehmeti, Nejat Ajdini. Përshëndetje, vim nga Prizreni, Mirvete Kabashi Leku. Dua, sa shumë dua, në këtë datë të beslidhje shqiptare dua ta kthej kohën prapa. Ta ribëj historinë me duar të pastra e shpirt të pathyer. Në opojën e burrave të besës, në vendlindjen e Emir Prizrenit, ende jehon kushtrimi i dikushëm për bashkim, liri e dinjitet. Dua t'i bashkoj pjesët e atës së krisur, tradhtim ta shkri, si rrezja mjegullën e mëngjesit, dhe të ndes flakën e shpresës në çdo zemër shqiptare. Dua shqipon të bëhem me krahë të lirë të hapur, të fluturojmë mbi shkëmbijtë e vendit të së distrojet e mia të ndara. Sa fort dua ta ribashkimin e trojeve shqiptare. Atë ditë ta kdhendim në kalendar si festën më të madhe kombëtare. Zëri i çdo shqiptari të bëhet këngë lirie, një thirrje që s'ndahet kurrë. Le ta ruajmë besën si plak të shejtë, mbi të fluturojmë me kohën, mbi historinë, mbi dhimbjen, deri në dritën e një Shqipërie të bashkuar. Ju faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, jam Muharrem Gashi, nga fshati Akmanç, komuna e Prizrenit. Poezia ime mban titullin Deh më erë. Si më shihesh, aq e padushme, po aq e ndjeshme, më erë. Kur te më ngritë në terë, por jo pa dashur edhe këtë herë. Si nuk të kuptoj, apo s'më kupton, në buzëqeshje anë zemër të prerë, kur ec me rreze e shuar e pa diell, me që sentiment pres të më vjen. Flokaret krahve mi shëndon, vetull paqe buzë me kushton, mike, si gyni rreth më përqapon, sa urt, aq nga dalë, më shtëndon. S'më flake e më pret në hënë natë, det më arrish gjithsesi pagas, sa me shënë të ri të heqësh prap, animoj, në mund të jem unë ati. Ri të më kapësh lotët në cep, kur më shkëndin si në mëngjes, lumë në rjedh e pa ushtim që natyrë, e qëtis bese më pararri. Faleminderit. Përshëndetje, Nevruz Mehmeti nga fshati Borje, komuna Shishtavec, bashkia Kukës, Shqipëri. Përshëndetje të gjithë. Ko vadis, o njeri, më rëndojnë qepallat, sytë, më kapën klepa, ëndrën dhe gjumin e ëmba livarosa në vendindje, të plen aty me stërgjyshrit e mi, o shtin o bori zbrazur, sëndukun nusror të nënës e zuri trari i thyer, dhe robat nusrore endur me merak, vajtojnë përjetësisht. Një këngë u këndova atëherë. Hajt more biri dashur, ti si e le këtë vend, së pari ku syti hape, së pari ku nise lotin, aty ku vashën dashurove dhe shtëpin ndërtove. Tash vetëm sorat krakitin në të zeza veshur, që serojnë duke qarë, u rritur malkuar, pa një kokër farë, u vesh dhe qieli me shtëllun nga leshi, brenda vetes dielin gëlltit, tash as nanës, as babës, su angros zemrën, as sytë, nën to flen mbi fera
dhe zgjatën e shtrihen bubullon e spije shi. E vram vendlindjen. Një jetë të re në kërkim haruam duart e amblat nënës, shijojmë ato që marketi ka gatuar, me gishta shëtisim botën anemban bijam, në USB e kyqëm gjithë shka e qdo send, tani mes gjamit duam lelatojmë prostituta nga çdo vend, dashurojmë dhe shpinën u akthejmë fëmijëve dhe gruas, me vete po qeshim, me shumë trishtim, u nisëm të kapim kohën, një kohë e zbrazur, një kohë tër mallkim, të gjithë u kthyem në Narcis. Quo vadis, o njeri? Gjatë e dini nga fshatiku. Poezin që të të recitoj është Ymer Prizreni, Zëri i lidhjes. Në sofrën e Prizrenit u mlodh historia, si lumë që kërkon të shtratin e çdo kthes, aty ku zemrat rrinin veç për Shqipërinë, unë ngrind Ymer Prizreni me fjalët plot besë. Nuk erdhi me lavde as me fjalë, por me plagën e kombit në kraharor, me synë drejtrojve me lavdi praruar, me shpirtin e ndezur si prush malor. Kur era e coptimit frynte në zemrim, ai u bën këshqell për para sojis, në zërin e tij jehonte kushtrimi për gjuhën dhe trungun e Shqipërisë. Me 10 qeshor u ndes një dritë, që shekujt sa rritën të shohin dot, një lidhje zemrash, një flamur shprese, i bashkoi shqiptarët nga motin e mot. Në çdo gurë të Prizrenit ndëgjohet ende jehona e hapeve të atij burri kreshnik, që mbolli guxim në zemrat shqiptare, selamet i dërgoi të madhit armik. Sot kur valon flamuri kombëtar, kujtojmë ata që e mbajtën në stuhi, dhe nder ta ndriçon si yll i pashuar emri Ymer Prizrenit në përjetësi. Prandaj perulimi me nderim e krenari, para veprës që koha nuk e tret, kur nuk na lanë që të bashkohemi në shekullën e ri dhe me luam shtet. Ju faleminderit për vëmendjen dhe respektin që treguat për këtë figurë. Faleminderit. Vazhdojmë me Rabie Bytyqi, Ramadan Haxhia, Ramadan Reshitaj. Refie Berisha, Refkire Mshitaj, Recep Morina. Përshëndetje, me që jam njëri do të lexoj jashtë konkurrencë. Shkelqim pa emër, fillimet e mia u zhdukën e bëshllëk, dhe nisën nga vendi ku je ti, o himni bisnekrie. O shkelqimi e gjithë ekzistencës i privuar nga shpresa. Si ta filloj, kur horizonti i vizioneve janë larguar prej meje, nga sytë të cilët as një fjallë s'mund të përputet. Si të kërkoj një emër, personi ju të mjafton për gjithçka që me prek, nga artët e imagjinatës, unë zjerë kuptimin për ty, shkelqimi i të cilave është dashira ime. A mjafton emri për ty o lavdi e pasionit, o natë, hynore, jote valzan, në shejtoren e dashurisë, ku dëshirat garojnë, duke pritur takimin e shejtë, si të quaj kur konceptet e pyetjeve janë shtëruar, brenda meje, fillimet janë tretur dhe emri yt lartësohet mune këtë vend dhe nuk mund të përshkruaj për sërshmërinë tënde. Përshëndetje o poj, përshëndetje zgatar, ma që i merë për punë para teje. Unë jam Ramadan Reshite nga Soareka, jetoj në Suedi. Vjesha ime
ka titullin Atë dheu nuk është veç tokë e flamur. Në rrugë të huaja ec me hapat lodhur, me gjuhë huaj, me zemër shqiptare. Çdo ditë më duket si një letër pa adresë, pa erën e tokës sime, pa zërin e nënës. Malli më vjen natën si këngë e vjetër, më zgjon kujtimet, më djeg në gji. Sho ëndra me male, fusha e obore, me djellë që linë ndryshe, si vetëm aty. Më mungon guri i pragut, pluri i rrugës, zëri i fshatit, heshtja e malit. Këtu kam çdo gjë, por s'kam shije jete. Aty s'kisha shumë, por kisha shpirt. Atë dheu nuk është veç tokë dhe flamur. Është loti që nuk thahet kur. Është fjala kthehu që rreh në krahëror. Është plagë e ëmbël që quhet mall. Faleminderit. Ramadan Haxhia nga fshati Gjinot. Poezia bën titullin Këngë shprese kushtuar lidhjes së Prizrenit. Një shekull më parë, nga të katër anët, u mblodhën në qytetin e lashtë, në qytetin e besës, në qytetin e gurit, në qytetin e flamurit. Prizreni, qytet i lirë të Ardan, i priti djem në kuvendin e madh për të mbrojtur tokën arbrore, gjuhën, emrin dhe flamurin. Abdyli, Ymeri, micjet e tjerë, burrat e pendës dhe të armës, moto kishin, ma mirë me nder të bien për lieri, se pa dhe të jetojmë. Ja sot, ja kur të bëjmë betimin në flamur. Jehona lidhjes nuk shuhet kur, ajo mbetet në mendje, në libra, në këngë, ta duamat dheun, lirin dhe tokën ton, të shtëpie lidhjes këndohen këngë shprese, xhamia si nën pashës falë mëkate, ura e gurt matë kohën, qyteti i dyzuar ndan Lumbardhin, ndan qytetin, nga shtëpia lidhjes zëri jehon, të ruajmë këngën dhe emrin tonë. Faleminderit. Rifki Rëshitajt nga Suari. A ka kush që sot me mua do e pi një kafe dhe me zemër të qiltur të thasim callafe, jo politik, jo për tradhti, por as për interes, as për ndonjë marrë. Jo lafe kur të tjerët përgojohen, aso që familjarët kritikohen, por lafe shpirti ku lartësohet drejtësia, që vlerësohet e vërteta dhe bëmirësia. A ka dikush që kështu dëshiron të nis këtë ditë, me fjalë të ëmbla shpirti, e jo me urrejtje e me kritik. Po të ketë të këtisoj, po e pres me dëshirë, sepse jam e jetur për ndonjë llaf të mirë, me aso që nuk më pëlqejnë, veshët i kam plot, i kam dëgjuar gjatë, ka muaj e ka mot. Të flasim keq për të tjerët, disi në ka hynë në gjak, pa e ditë se me këto veprimesh bëjmë edhe mëkat, ndaj kujdes ju lutëm edhe kur pini kafe, asnjëherë mos përgojoni të tjerët me llafe. Sepse çdo fjalë pa vende ka peshën e vet, si bombë atomike dikë mund ta vret. Unë juftoj për kafe, këtë më thot dëshira, por llafët t'i bëjmë vetëm për veprat e mira. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, unë jam Recep Morina nga fshati Samadragji rreth të Suarekës. Poezia që do të lexoj mban titullin Aty e shuaj mallin. Kur në fshat shkoj, rri kohë të gjatë, ngjitëm ka bjeshka në mal të thatë, dëgjoj fyllin e bariut që tufës i prin, dhe qenë kur lehin e me delët rinë.
Atje për rrëdh zjarit ullëm me barin, bëjnë lapet e vjetrit shërbejnë të rinë, mishi piqet në hellë dhe të gjohet kënga, pihet ujë dhe raki me got nga shtamba. Lartë në ato stane, kur terrin drita e përze, në lëkurën u kishit kur fles ndija në asgje, zbres nga dalë në fshat ndaloj të lapidari, vendi shejt e i qënderon veç fitimtari. Kundroj qetë sheshin rrugët dhe shtepit, vendlindjen time që ka vlera dhe tradit, shekuj ka kaluar me heroizëm e qëndres, tani brezat e ri rritën me plot shpres. Do të ruajnë historin, gjakun e një epoke, sa njerëzit të jetojnë në paqet e kësaj toke, të gjithë fshatin e dua, fushën edhe malin, ky i vetmi vend që aty e shuaj mallin. Falënderit. Përshëndetje, quhem Milaim Berisha, jam nga fshati Landovic. Rapi, kushtuar i merë Prizrenit. Me hije në degeve të gjëra, udhëton në për të kaluarën që i prefton. E në kuror i fle liria. Dhe sa herë u gjet udhëkyqeve të pamëshira, sa dëshira ëndrash i janë shkatëruar. Për heshtjen e ti me mece. Dhe mbështillën e enigmë. Krenar, kurri pa epur në jetë. Dhe konkludon, shok më të mirë e kam lirin, sepse i takoj. Gjë tjetër më të ëmbël nuk njoh, veç fjalës liri. Asëret, muzat e qiellit, nuk i thyen mendimin, dhe as vlladi pranveror që e ledhaton. Nuk e largojnë nga krenaria, se me hije në degeve të lashta, nga thellësia lumbardit të vërtetën nxjerr. Kur nuk e mohoj, kur nuk e mohoj, kur nuk e mohoj. E ftoj drejtorin OJQ-s Abbas Qengaj. Për shkak të kohës që ta përshpejtojmë, e mora fjallën në qëtë moment, sepse pastaj do të kemi edhe një koktejl vogël. Unë, si OJQ, duke parë angazhimin e disa personave të komunës sonë, kam vendosur që si drejtori i OJQ-s t'i shpërblej për meritat e veçanta dhe për kontribut jashtëzakonshëm ndër vite në fushën e kulturës, artit, sportit, shkencës në përgjithësi. Prandaj, do të ftoj drejtorin e arsimit dhe drejtorin e administratës që t'i shpërndajnë të shpërblime. Ftoj Sadik Idris, Salim Jonuzin, Skender Nebiu, Florin Veliu, Mehmet Spahiu, Muhamet Kryeziu edhe Adil Beqaj. Vazhdojmë me programin dhe leximin e poezive të tjera.
Vazhdojmë me Rudi Berisha, Sadik Idrisi, Safet Sylla. Sahit Ymeri, Sedat Gashi, Sherif Thaçi. Të dashur zonja dhe zotri, vëllezër e motra, ju përshëndes në emër të klubit letrare Zahir Bayazidi, njëkohësisht dhe në emër të shtëpisë botuese Dardania nga Podujeva. Unë jam Rudi Berisha. Faleminderit shumë. Loti që mbuloi varrin e nanës. Me prit atë dhej, po vi me mall shpirti. Me hapat e lodhën nga rrugët e botës e huaj, dyert e shtëpisë e babës mi hap në kujtim, se zemra ime ende jeton e oborrin tënd, që kur u largova, toka më bë gurin e krahëror, dhe çdo ditë ngritin i mur rreth dhimbjes sime, plaget u bën kala e heshtur në trupin tim, ku askush nuk hyn, as gëzimi, as koha, vetëm dhimbja. Nena me përsolli me lotë që s'thahen kur, duke me falur bekimin me zdridhjes e zërit. Biri im me fal, ndoshta nuk shihemi më, ajo fjalime mbeti si plag që se mbyllet. Kaluan shumë vite që unë jetoj në mërgim, atje dheu është i zi, e buka është pashie, toke mban rënd e ujës shuan etjen, atje mjalti është i hidhur, e këtu është balta mjal. Atje jetojnë si hije që ecim mbi kohë, me mall që na përqafon çdo natë, pa me shirë. Ne behemi jetim të një bote të ftohtë, që nuk nje as gjuhë e lotin ton. Mërgimi memori dhe lotin e fundit të nënës. Nuk munda t'i them e t'i jap lam të mirën e fundit. Kur u ktheva, ajo flinte në tokën e heshtur, dhe unë folja me gurin që s'me përgjigjet. U shtriva mbi varrin e saj, mbi jetën time, duke kërkuar zërin që s'me erdhi me kur. 8 vite munges u ben natë pa fund, edhe kujtimi mu bejran. Si dheu, sot eci vetëm në rrugët e botës, pa emër, me fjallet e saj të fundit, në gjep të shpirtit, ato me ngrohin kur shpirti me bët akull, si një dritë e vogël që nuk shterret kur. O, atë dhe, kur të mbyllin syt pa një dit, ktheni trupin ton në tokën nën, se vetëm aty, ku nisem frymen e parë, shpirti gjen pace dhe malli pushon se tjeguri. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Unë do të lexoj një poezi në gjuhën bosnjake. Përkthimi e keni në libër do të gjeni më vonë. Titulli i poezisë është Bisedë me vjeshër e pashkruar. Razgovor sa nenapisanom pjesmom. Razgovaram s pjesmom koju odavno čekam i kanim se napisati. Pitam šta je ostalo nedorečeno u životu varljivom, ne odgovara pjesma u pokušaju. Pitam o čemu bih pisao kad smo gotovo sve rekli. Opet nema odgovora. Pomislim da je srdita na moju neodlučnost. A dobro pamtim, često sam je pitao da li da pišem o životu ili smrti, o ljubavi ili ljubomori, o ratovima koji ne prestaju, o prognanim iz svojih domova i velikim praznim vilama. Isto sam je pitao da li da pišem o planinama koje sam pohodio i koje nikako da prebolim, ili pak o starim mostovima na koje više ne dolaze zaljubljeni. Šuti moja nenapisana pjesma,
tako dugo nema odgovora. Onda se nenadano usred noći javi i tiho došapne. Slušaj, nemoj me nikad napisati jer ti mogu biti posljednji. Jufander. Përshëndetje për të gjithë, unë quhem Safet Sylla dhe vjen nga Shtimja, njëkohësisht ju përcjelli përshëndetjet e përzemërta nga fshati Reçak, Reçaku historik. Poezia ime titullohet Qëndro në heshtje. Qëndro në heshtje kurse ti gjithë stuhin, se çdo rrëfim fsheh një plagë në errësirë. Fjalët pa pesh janë si thika pa mëshirë që presin zemra me urrejtje të vështirë. Ah, qëndro në heshtje, kur emocionet të verbojnë, kur teti i shpirtit ngrihet me dallgë të çmendura, zemrat e lënduara bëhen të humbura, e dallgët e qastit duken të shkatruara. Pra, qëndro në heshtje, në kulmin e zemrimit kur flaka e egës djeg urat e dashurisë, se një fjalë e rënd në natën e trishtimit mbetet si hije mbi barrin e kujtimit. Qëndro në heshtje, nëse fjala jote lëndan, se një fjalë jote janë një shpirt e copton. Qëndro në heshtje kur fjala të shkatron, kur buzët bëhen armë e zemra bëhet plagë. Sepse heshtja është lutje pa dukshme, është qielli që çan mbi plagët e njeriut, është engjëll i lodhur në rrugën e largimit, e ruan njeriun nga vdekja e hidhërimet. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, quhem Sedat Gashi dhe vin nga Suarek. Poezia titullohet Gjurmët që flasin vetë. Nuk e di cili poet e solli fjalën i pari, por fjala erdhi dhe ul mes nesh si buka në sofë. Askush nuk e pa të hynte, por të gjithë i bëm vend. Njëri sjell një kujtim të hershëm, tjetri një mall të vjetër, dikush një varg të ruajtur gjatë, siç ruaj mamanet. Dhe jo rastësisht u bëm shumë. Dhe kjo shumë nuk nënkupton vetëm njerëz të mbledhur rreth kësaj sofre. Më duket sikur edhe koha ul pranesh, duke hequr pluhurin e viteve nga supet dhe na dëgjon me kërshëri. Qyteti ri këtu i qetë, e memoret e tij të vjetra ruan vargjet e shkruara si trashëgimi e lënë pas. Segurët e kalas ruajnë vlerën e fjalës. Kur brezat kalojnë, fjala e mirë gjenë rrugë për të mbjetuar, sepse edhe ne për këtë mblidhemi rreth saj, vit pas viti, si pranë një zjarri që nuk duhet lënë të shuhet. Dhe kur mbrëmja nis e shpërndahet, kuptoj se askush nuk po largohet duar bosh. Secili po merr me vete një pjesë të tjetrit, që nesër diku tjetër fjala të vazhdoj udhën e saj. E sigurt drejt shpresës, e sigurt drejt dritës, në gjurmët e historisë së saj, në gjurmët e këtij qyteti të vjetër. Faleminderit. Vazhdoj me Voldomir Martinov nga Ukraina. E kemi mik, është nga Ukraina, do të lexoj poezinë e vet, në gjuhën e vet, unë do të mundohem ta përkthej pak. Дякую. Вас вітає Україна. Дякую. Сирени над містом знову, їх зойки ріжуть туман, стовп диму на клумбу квіткову, шлейфом біди упав, швидка летить, не гальмує,
воді нажимає на газ, Господи, алілуя, спаси, збережи в цей час. Хтось стогне, хтось кличе маму. Нам всім на цей час непросто. Руками гребем і ломами в завалах, шукаючи простір. Наразі все замовкає, панує хвилина тиші. Вітер і той вщухає, не відчуваючи криші. І раптом десь на завалах собака стара завила і вгризлась в бетон з зубами, неначе осатаніла. Рудий кіт нямчить з ним поруч і тиснеться до рятувальника. Хазяйці потрібна поміч, вона ще десь там, з ліхтариком. І знов закипіла робота, руки роздерті вщент. У нас про одне турбота – скинути цей цемент, щоб знати, вона ще диха. Її повезли від біди, і пес, наздогнавши швидку, мчить не знамо куди. А ми гребемо і сумуємо. Бажано встигнуть скоріше. Колись ми свій дім відбудуємо і будемо жити в тиші. Dhe përsëri bomba e Kievit. Mbi qytet Sirenat u lërin sërish britmat e tyre mjegullën e qajnë. Një shtyll tymbi mbi lulet e kopshtit, a e mantel fatkeqësi e karënë. Ambulanca fluturon pa dalur, shoferi gasi jep pa kursim, o Zot. Aleluja. Shpetoj, ruaj këta për herë. Dikush rënkon, dikush nënën thret. Për askënd kjo orë nuk është e letë. Me duar e me leva gërmojnë pareshtur, duke kërkuar frymëmarrjen mes rënojash. Tani gjithë shka heshtë. Mbretëron një qëtësie rëndë, qëtësie. Edhe era dalet se fryri, si kur të mos ndinte ma qatin mbi vete. Dhe befas, diku mbi gërmada 100 plak niste uluri, dhembët i ngull në beton, si të ishte pushtuar nga shmenduria. Pran ti, mjaullin një mace kuqe, ajo afrohet nga dalë shpetimtarit. Zonja e saj ka nevojë për ndihmë, ajo është ende diku atje në fener në dorë. Dhe puna valon përsëri, duart na janë qarë deri në gjak. Veç një shqetësim na mungon, ta largojmë këtë barë qimentoje. Të dim se ajo ende merr frymë, se shpëtuan nga kjo mëndzyrë, se quan largë fatkeqësin. Dhe qeni duke ndjekur ambulancën, vrapon drejt një udhë që askush se di, ndërsa ne vazhdojmë të gërmojmë dhe heshtuarezi të piklohemi. Urojmë të kemi mbritur me kohë. Një ditë këtë shtëpi do të ndërtojmë dhe përsëri do të jetojmë në paqe, në heshtje. Faleminderit. Sa po shoh jam i fundit nga këto që recitojnë, unë jam Shefqet Kryeziu, vi nga komuna Marishevës, nga fshati Vupavec. Gjysma jetës time është në Shqipëri dhe gjysma është në Kosovë. Kështu që përmes vargjeve që unë kam shkruar të titulluar Lisi, do sjell me zërin kombuz të madhit Reshat Erbana. Vargje shkruar nga miku im I vetër I dashur, Shefqet Kryeziu. Lisi, që ngrova në kam,
Qëndroj prap, mbi supin tim mbaj vite, dekada e sheku. Mbi trupin tim shumë sopa karan, më çan e më vran e gjurm e plak të thella më lan. Shumë goditje, ashkla e bujashka më hoqën nga trupi im. Shigjeta e heshta u hodhën e ungullën thellë në trupin tim. Dhe të tima e rrufe u lëshuan mbi mua. E unë prap gjallë në kam si Phoenix i ringjallë. Rrejt e mia janë të forta, janë në thellë të ngullura në tokën time dardane. Anipse edhe tani, poshtë hijes time, vërdalosen shumë shpend grabeqar e hiene vampir të rritur e sydal. E unë, prap gjallë e në kam, prap lis. Rënjët e mia shekullore, çdo ditë çelin filizat të ri shpërndar, anë e mban trupit e trullit tim malbror. Unë jo, nuk vdes kur, se jam lis në tokën time dardane. Ju falenderit. Ftoj Gjyhere Maçkaj. Përshëndetje të gjithëve, quhem Gjyhere Maçkaj, vej nga qyteti Prizrenit. Sa e rënd jeta, po të doja të jetoja jetën të da zgjidhja vallë, por unë zgjodha një rrugë të jem e vdekur e jo e gjallë. Sa fusha e male i kalova, sa dëshmori numrova, sa trima mori kjo liri, sot qaj vuaj e lotoj për ty. Por ty që ishe shtylla e shtëpis, por ty dëshmor që sot në mban emri krenaris. I ke herët për namshim, po besën që ta kam dhënë dikur dhe pres që vdekja të më marrë me durim. Ishim gjithmonë bashk, dhe bashk do të jemi edhe namshim. Më prit edhe pak vëndurim. Amanetin në vend të dërgova. Fëmijët u rritën jetim, me mundin deru mundova, emrin tënë dëshmor, gjithmonë me vete e mora. Lavdi dëshmorët të kombit. Nëse ka ndonjë poet që e kemi harruar, ju lutemi hajde. Me qënë se erdhëm në fund, unë ftoj jurin që jetë më ekspeditive në vlerësimin e poezive, atër shkarë me mbetet që valltarët disa valle, derisa juria ta kryn, apo, para se të vinë valltarët, Berat Bahtiu ka një fjalë për shëndetse, ndoshta se harrova më falë Berat, do me thonë, derisa juria ta punon ato, ne do të merremi duke u kënaqur me vallet e valltarëve. Përshëndetje kryetari i komunës Gjeladin Begjeti, përfaqësues të qeverisë lokale. Jam i gëzuar se ky manifestim vit a vit po merr formën edhe më të mirë. E filluam bashkë me Abazën në vitin 2000 dhe duke falenderuar të ndjerin Selajdin, profesorin Selajdin Aradini Mëzgabofsha,
që na mbajti një përkrahje të madhe dhe filluam bashkë në këtë vend që nga viti 2000, edhe pse manifestimi Zanafillën e ka që nga vitet 90-ta. E filluam me titullin Ora e Ymer Prizrenit. Në ndërkohë pësoj ndryshime dhe u bo sofra e Ymer Prizrenit dhe uroj që të ketë jetë të gjatë sa të jetë jeta. Dhe ajo që me shtiri të dalë se ky manifestim ka pas filluar me klubin letrar Fan Noli dhe klubin Luiz Gurakutit të Sharrit dhe në ndërkohë ka filluar dhe ka pësua ndryshime, po besoj që këto ndryshimet kanë qenë për të mira. Dhe njoftimi im është se nesër proma në orën 18:30 pikërisht në oborën e lidhjes shqiptare të Prizrenit mohet takimi kryesor Ora e Ymer Prizrenit. Prandaj të gjithë ata që kanë mundësi dhe e dinë se lidhja e Prizrenit i përket të gjithë tokave shqiptare, mirë se të vinë në këtë takim letrar nesër mbrëmba në ora 18:30. Ju falenderit dhe suksese.
dhe Ilmi Dervishe. Ftoj kryetarin e jurisë që t'i shpall rezultatet e poezive. Minore dini mirë. Hajde. Sa herë unë e kum pas masliheti, sepse nuk jem brengos as në juris, jem kon as kryetar as kur gjo, barën e katë që tash kryetari juris nga i stogu, cilin e zgjodhen kolegët tonë këtu që janë prezent. Alla për ju. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje zotëri kryetar. Unë vin nga i stogu, jam në Radin Imeraj, profesor i gjuhës dhe të Shqipërisë Shqipe. Kom pas fatin të mbaroj në vitin 1980 shkollën e lartë fillimisht në Gjevdet Doda atëherë Prizren. Dhe aty fillimisht e kom marrë bazën si arsimtari gjuhë shqipe, pastaj kom fillu në Universitetin e Prishtinës. Mu sot ma besun jurin. Një herët edhe në Istog e udhëheqi klubin letrar Podguri, ku bojmë aktivitetet shumëta. Kemi pas nderin takim edhe organizatorin tu, profesorin e mirë njohur, zoti Qengaj. Ne sot ishim para një sprove, bukur të madhe, sepse poezia është fushë e madhe. Poezin nuk është letë me vlerësu, sepse se cili e shen në kondin e vetë, se cili i shen ato figurat që janë brenda poezisë, se cili mendon dhe gjykon në formën e vetë. Nuk e kishim të letë, sepse pothuaj se gjitha poezit konkuruse ishin aty afër njëra tjetrës. Nuk kanë dallimet më për njëra tjetrës. Andaj, ne sot, si pas organizatorit, ky ka parapaqet ndahen 3 çmime. Por ato çmime janë të njëjta, nuk është vendi pari, dyti, tretë, por ashtu e ka parapo organizatori dhe ne jemi mundu që t'i zgjedhim 3 nga to. Dhe jam i bindur dhe shumë i sigur që plot poezi tjera kanë met që i shdosh të vlerësuar, por që janë vetëm 3. Po filloj nga e para, që kryetari i komunës e ka nda, është rezervimi i kryetarit komunës, ka nda një çmim Hatip Hulejt. E ftojmë Hatipin ta merr çmimin. I ekzistojnë 2 arsye pse kom vendosur unë që këtë çmim t'ja ndaje, sepse na jemi edhe kolegë të 2 doktora, edhe dyta e kishte poezinë për heroin tonë apo Rushdi Berisha. Faleminderit shumë. Fotografia të madhe ose Një mirë ke qatë mirë ke aty. Vazhdoj me çmimet tjera. Një ndër çmimet është edhe e poetit Safet Syla. Për të dhënë këtë shpërblim, ftojmë nën kryetarin. Çmimi i radhës na vjen nga një poete nga Tirana, Hava Muqollari. Për të dhënë këtë çmim, ftojmë kryesuesin e Asamblesë Komunale. Largova bas.
Edhe? Kemi edhe një? Po. Dhe çmimi tjetër shkon për Shefqet Kryezivën. Vërtet një poezi, një interpretim i shkëlqyeshëm. Atëherë, këtë çmim do të jep drejtoresha e kulturës, sepse nuk guxojm vitin e ardhshëm nuk na jep këtë manifestim, prandaj e ftoj. Bravo, kry.
Më të e kemi në program. Do dëgjoj.